tani më shqetësimi më I artikuluar lidhur me sektorin e shërbimit është mungesa e stafeve. Thënë më troç sipërmarrësit ankohen se nuk ka njerëz, se edhe po do duam neve t'i rrisim rroga, thonë nuk ka njerëz. Por pse ndodhe gjitha kjo? Sepse kanë emigruar, sepse janë të pakënaqur nga rrogat, sepse kanë ndryshuar kërkesat e tregut dhe ndoshta nuk përshtaten, dhe nga ana tjetër, ardhja nga lindja e një krau më të lirë pune. Si ndikon në këtë moment, në këtë histori, është një konkurrencë e pandershme, apo në fakt ata janë një zgjidhje nga ana tjetër për të gjithë punëdhënësit? Diskutojmë me një panel mes sipërmarrësish, ekspertësh, njerëz pra që njohin shumë mirëfushëm, por edhe problematikat në aktualitetin tonë, mbas prezantimit të insertit. Sektori I shërbimit pritet të vuajë më shumë edhe gjatë sezonit të ri turistik. Në janar të këtij viti, operatorët turistik deklaruan se hovi që ka përfshirë Shqipërinë do të vijojë edhe këtë vit, duke pritur 25% më shumë turistë se sa më herët. Shumë afër hapjes zyrtare të sezonit, dhe ajo që vije re janë vështirësitë e mëdha që po has sektori I shërbimeve në gjetjen e stafeve. Po t'i referohemi pozicioneve që kërkohen sot nga bizneset në Shqipëri, ato janë kamarier, banakier, recepcionist, ndihmës kuzhinier dhe kuzhinier, mirëmbajtje e pastrim. Por cili është shkaku I një situate të tillë tashmë vit pas viti? Mungesa e fuqisë punëtore si rrjedhoi e emigrimit, pagat dhe kushtet e punës në vend, apo politikat e shtetit? Diskutojmë me një herë në studio, siç e thash, me sipërmarrësish edhe ekspert të këtyre çështjeve. Po e nis nga e majta në të djathtë në studio, Alma Spathara, Emiliani Saj, Alberta Zani, faleminderit, Majlin Lazimi, Rudina Muçak, kënaqësi që jemi së bashku. Rudin, ta nisim bashkë, kështu, si gazetare, në rastin konkret. Mendon që ky është shqetësimi kryesor prej vitesh tani më, e diskutojmë, por dhe, si më thënë, nga 1 në 10, sa problematike është për terrenin? 8. Nevoja për staf është, sidomos në sektorin e turizmit, është alarmante. Faktin që ne po I drejtohemi lindjes, do të thonë ne kemi nevojë shumë për staf. Kjo edhe mungesa e stafit është bërë jo nga mungesa e profesionalizmit që kemi në terren. Kemi një emigrim shumë të theksuar, duke qenë se ne turizmin, si kudo e kemi në vije në bregdetare dhe është një punë sezonale, të rinjt preferojnë më tepër ose të qëndrojnë në Tiranë me një punë pra të gjatë, vjetore, me një kontratë stabil, se sa të bëjnë këto eksperiencat që të shkojnë 3 muaj, 4 muaj, se çfarë do bësh në det 3 muaj? 3 muaj të vide një herë në Tiranë, të marrë një shtëpi me qira, të vendose dhe herë jetën nga e parë, dhe kjo ka shkaktuar pastaj vakum. Qartë, ja se do t'i diskutojmë, është kaqen, dua një mendim të parë, për nga të gjithë ju, nga 1 në 10, 8 tha Rudina, Majlin, për ty sa shqetësues është? Unë ta quaj edhe 9, nëse quajmë 10 maksimalen. Po, për vetë faktin që tani për shkak të zhvillimit të turizmit vitet e fundit, sidomos pas pandemisë, padyshim që prurja e lartë, kërkesa e lartë për të ardhur në Shqipëri, ne e dim tashmë edhe shifrat pak a shumë, për vitin 2024 të paktën, ka bërë që na ka gjetur pak përgatitur në kuptimin e ofertës turistike. Nga pikpamja e aq më tepër kemi pasur një lloj trashëgimie në menaxhimin e hotelerisë. Nuk kemi si vende si Italia, Greqia, të cilat janë tashmë prej dekadash që menaxhojnë si sektor. Kështu që në këtë kuptim, ajo çfarë është presioni I momentit është që së pari nuk është e lehtë të nxjerrësh staf të ri, së dyti është kjo që tha dhe Rudina që sezoniteti I lartë, që thotë ky 3-4 muaj orshi, krijon një problem në kuptimin e projektimit si profesioni qëndrueshëm. Pra unë që jam student, mund ta mendoj shumë mirë që të jem, le të themi, punoj në jug, po nga pikpamja e të ardhmës time profesionale, padyshim që nuk më jep një lloj garancie që do jem profesionist I fushës për vite me radhë. Kështu që në këtë kuptim unë besoj që ka nevojë që të bëhet koordinim mes nevojës për pastaj gjë publike, e cila tashmë besoj do jetë edhe në fokusin e qeverisë, siç e dini, por edhe nga aktor privat, që duhet të rakordohen për të pasur nevojën sa më të nga kjo që the deri tani. Pra, ti thua që, si më thon, shtesa e turizmit është ajo që ka nxjerrë në pa nevojën për më shumë fuqi punëtore në këtë drejtim. Pra nuk është se kemi mungesë, pra nuk ka njerëz. Thjesht ne duhet ta shtojmë me që është shtuar numri turistëve. Një është sepse kemi disa njëkohësisht ka ndodhur një faktor koktelesh negativ, kuptimin e qartë, fakti që së pari kemi migracion të lartë, dhe kjo është në gjithë sektorët, por nuk është vetëm në turizëm. Së dyti, qartazi turizmi vetë ka pas një rritje gati 2-3 shifrore para me llogaritë para 2019-s. Pra mi pamja numrave janë rritur. Së dyti është pritshmëria
për ta parë destinacionin turistik Shqipërisë si destinacion i rëndësishëm dhe kushdo që vjen patjetër që kërkon shërbim maksimal. Kjo përkthehet nevojën për të pasur po them më shumë staf. Po ta dhë një indikator. Nëse do duhet të shikojmë hotelin e Pesë Yje, ku padyshim një pjesë mirë punës, unë kam lidhur me pjesën e hotelerisë për sektorin e hotelet branduara, mesatarisht është dhe themi një staf për dhomë. Pra nëse një hotel i branduar ka 200 dhoma, do duhet kesh gati 200 veta si staf. Që do thot nga kamarier, kopshtar, menaxher salle, menaxher përgjithshëm, financier, pra gjithçka. Në këtë kuptim fut këtu dhe mungesën që ne kemi me shkolla profesionale, siçërisht në çdo sektor padyshim kanë problematika, sepse teoria është një gjë tjetër, praktika është gjë tjetër. Dhe së treti është elementi financiar, që unë besoj kjo është diçka që po ecën, që do thotë po paguhen mirë, po besoj shoh më shumë si nevojë e sektorit privat ose bizneseve ose pronarëve për të rritur pagën në mënyrë pak artificiale, në mënyrë për të mbajtur këtë staf që kanë. Po nga pikpamja e eficiencës stafeve, padyshim që kemi lënë shumë për dëshiruar. Dhe u besoj sfida e ardhshme që ne do kemi nga ky sezon e tutje është që pritshmëria që ka Shqipëria si destinacion i rëndësishëm, shumë interesant në mesdhe, rritja e çmimeve të cilat padyshim duhet të shkojë me rritjen e cilësisë shërbimit, a përgjigjet me korpusin e stafit që kemi aktualisht, edhe unë besoj që edhe importimi i stafit, padyshim që nuk është diçka e lehtë, nuk është një mekanike si proces. Nuk është diçka e lehtë, por nëse do vim në shifra se ja dua që të angazhoj edhe pjesën e sipërmarrësve. Do të tani në fund që duhen rritur edhe pagat. Por nga ana tjetër, ky krah pune që vjen nga vendet e lindjes, kryesisht është shumë më i pak paguar. Pra, nëse flasim për shifra 80.000 lekë, 100.000 lekë, të një kamarieri apo nuk e di, të çfarë do lloj punonjëse sanitare tjetër, ky krah vjen me 50.000 lekë. Shiko, po nuk futet pra jemi gjysmë për gjysmë. Nuk është kaq e thjeshtë, sepse do të bërë koste e strehimit, koste e ushqimit, pra edhe të tjerë janë edhe për shqiptarët nga ana tjetër. Ti mban ju. Është një Albert. Atëre, nga 1 në 10 sigurisht është 8, 9, 10 edhe 12. Po duash në gusht. E vëm sa duam numrin. Problemi është këtu, dua t'i referohem pak asaj që tha zotëria. Unë e them gjithmonë, nuk për fat të mirë nuk kemi në dorë të shpikim rrotën. E kanë shpikur të tjerët para nesh. Shembulli më i mirë që ne mund të marrim në fushën e turizmit, dhe kemi fat shumë të madh, kemi fqinjët. Kemi Greqinë, që është lider sot në turizëm në Europë, le të themi dhe në botë. Kemi Kroacinë, kemi Italinë. Që do të thotë, në Greqi, atë stafin sezonal që, më falni, po nuk është më 3 muaj, nuk kam më sezon 3 muaj, pa 5 muaj sezon, nuk merr dot më njëri në punë për 3 muaj, e merr minimalisht 5 muaj në punë. Dhe 5 muaj referohesh maj, qershor, korrigur, shtator. 5 muaj. Që do të thotë ndonjëherë se tash i varemi dhe turizmi nuk është vetëm deti, Alberta, turizmin ke edhe agroturizmin normal. Ju referove detit dhe po të them për detin. Ndërsa për malin e ke gjithë vjeçar. Domethënë Valbona, Thethi dhe gjithë zona veri lindore e Shqipërisë punon izoluar për shembull. Thethi nuk të funksionon fare. Thethi funksionon gjithë dimrin. Dhe ti nuk gjen dhoma, nuk gjen dhoma, pak subjekte për hir të së vërtetës, se kemi kërkuar për shumë gjatë dimrit 2 subjekte ishin që të ofronin shërbim konkretisht në Thethë dhe kjo është një fatkeqësi nga ana tjetër. Por okay, që të mos të hallakatemi. 5 muaj, po mund të gjithë vjetor. Tani dhe gjithë vjetor në shumë vende të Shqipërisë. Tani si e ka zgjidhur Greqia këtë punë? Greqia e ka zgjidhur që operatori privati i jep rrogën stafit për ato muaj që e ka në punë. Dhe gjatë sezonit të dimrit, kur stafi nuk punon, shteti subvencionon me gjysmën e rrogës, në mënyrë që tjetri ti ta kesh të garantuar punëtorin. Dhe jo ai stresi që heq çdo subjekt sezonal në Shqipëri, me të drejtën e pronarit, edhe me të drejtën e punëtorit, absolutisht po, sepse dhe ai nuk mund të rish 7 muaj pa punë, duke jetuar vetëm me lekët që merr në sezon. Kështu që fqinjët e kanë zgjidhur, janë formula ekonomike, turistike që fqinjët tanë, që janë lider sot në Europë dhe në botë, i kanë zgjidhur. Duhet të kenë ndonjë kurse, jo çdo biznes i mban 5 muaj dhe gjithë. Jo, gjithë pjesën, domethënë Greqia e ka zgjidhur kështu, që gjatë gjithë dimrit, të gjithë punonjësit që punojnë në sektorin e turizmit, që është sezonal, shteti i paguan gjysmën e pagës. Dhe ai nuk largohet, nuk të ikën as në Gjermani, nuk të ikën as në Çeki dhe as gjë kundi tjetër dhe kjo jep një garanci. Nëse nuk gjen punë tjetër, se ndërkohë një shef i mirë kuzhinë, tjetri mund për ata që mbeten pa punë dhe kjo i jep një lehtësi shumë të madhe biznesit,
në mënyrë që të mendoj për të rritur, dhe jo çdo nuk ka këtë rritjen artificiale që ne e kemi të pagave, sepse tek ne rritja e pagave është artificiale. Ka shkuar aty ku nuk mban më dhe nuk përkthehet. Do me thënë, në subjekti e rrit pagën. Ja, në qoftë të kërkoj që ti shkruajmë të gjitha këto. Pra, pagat kanë shkuar. Cili është pozicioni më i paguar në sektorin e turizmit? Shefi kuzhinës. Okej. Është paga? Po. 3.000 euro? 5, Po, 3 deri në 5. 6.000 euro. 3 deri në 5-6.000 euro në varësi të strukturës se ku punon, sepse ndryshe e ka shefi kuzhinës në një restorant, që është vetëm restorant, ndryshe e ka shefi kuzhinës në një hotel, që mund të jetë butik hotel ose mund të jetë hotel qyteti, tjetër pak ka shefi kuzhinës që është në një resort, i cili ka mbi 100 dhoma, edhe që i ka të gjithë klientët i ka në mëngjes, në drekë edhe në darkë. Sepse ka disa struktura për fatë mirë. Kjo është një pak që i referohemi nga veriu në jug? Nga veriu ka një çik paga pak më të ulta, por okej, se gabimi që bëjmë ne kur diskutojmë është që themi jugu. Ne do të flasim për edhe Tirana bjeta, edhe Durrësi. Do thonë Durrësi dhe Tirana ka turizëm gjithëvjetor. Berati jo dhe a gjithëvjetor, tani po pësojnë Gjirokastra e ka gjithëvjetor, është nga shembujt më të mirë. Shkodra ka filluar e ka gjithëvjetor në zonën e qytetit. Berati janë në ato që po rriten. Shefi kuzhinës është sektori më i paguar. Më i pak paguari? Më i pak paguari mund të them që janë kamarier ndihmës kamarier, më të pak paguar. Dhe ato që janë në struktura më të vogla. Do marrin edhe më pak se punonjëse sanitare këto? Jo, nuk. Po, ka raste që kamarieri merr më pak se sa punonjëse sanitare. Se kamarierët kanë bakshishe. Sektori më i kërkuar dhe që është më problematiku për të gjetur punonjëse është lava pjatë dhe sanitare. Rrogat e këtyre. Po janë dy më problematikët për të gjetur, që nuk gjen. Me çfarë rrogash? Nga 750 euro, 1.000 euro, 1.100, njësoj. 750 deri në dhe nuk gjen. Po pse nuk gjen? Nuk gjen. Se në pamje të parë nuk duket, domethënë rrogë. Okej, nejse, të themi janë nga sektorët që çdo subjekt është gati të paguajë sa të kërkojë, sepse me mungesën e këtyre dy komponentëve në çdo hotel, restorant, bar, pak këto të dy nuk punon gjej shefin më të mirë të kuzhinës, të jepi 10.000 shefit. Po nuk pate këto të dyja, ty nuk të funksionon puna. Kështu që të gjithë janë gati të pagojnë maksimalisht për këto sepse ka mungesë tregu dhe për këto është duke u punuar shumë me këto. Faleminderit Alberta. Po punohet shumë me kompanitë e huaja që do vinë nga Libia. Dhe këto merren nga jashtë. Pra nuk merren në Shqipëri sepse në Shqipëri nuk po gjejmë sepse deri në sa mund të ofrohet dhe prap nuk gjen. Tash pra shkon deri në 1.100 euro. Po nëse nuk gjen, pse nuk shkon 1.500? Po nuk të përkthehet bjeta sepse si thamneve do rrisim artificialisht çmimet, do e përkthejmë këtë në shërbim turistik, se unë jam dashur sektori që ka nevojë ky. Bjeta kanë dorë. Alma Emilian, mendoj që është problem pagë, është problem mosdashje për të ardhur në punë, se nuk është se nuk ka njerëz. Ne në Shqipëri jetojmë dhe shikojmë që varfëria, sidomos në jashtë vijës së verë të qyteteve, është shumë e lartë. Listat vazhdojnë nëpër dyqane. Unë mendoj që është nuk duan dëshirë për të punuar. Okej, se kam, ja të flasë edhe Emiliani me Almën, se kam një pyetje që në fakt lidhet me këtë si po Alma. Mund të flasësh. Pse duhet ta paguash lava pjatë ose 1.100 kur tani ka agjenci turistike që ofrojnë staf. Aktualisht unë në hotelin tim kam marrë 2, të cilat me 1 ditë pushim në javë, 8 orë punë në ditë, 550. E di, a drejt asaj po shkojmë. Kjo po rregullon pak tregun e punës. Me agjenci me të huaj. Pasi kjo ka ndodhur pak më parë. Që biznesi e mori pas një keq trajtimi që i bën të punëtorit. Jo, nuk jam shumë dakord me këtë. Po Berta, sepse e merrte djalin e ri dhe nuk jepte asnjë ditë pushim dhe shfrytëzon është vërtet, ëh. Dgjoj, ka ndryshuar çikoptika e mënyrës se si trajtohet. Po flasim sigurimin 95-ën, këto që jo, që po thua ti, jo nuk ka 5 vjet. Në qendër Jo, nuk ka. E para një Shqipëria nuk ka 5 vjet.
2019 ka qenë një vit i jashtëzakonshëm për Shqipërinë. Dhe në qoftë se nuk do ishte pandemia në 2020-ën, bumi turistik 2020 do kishte qenë bum turistik sepse 2018-a, 2019-a kanë qenë super vite për Shqipërinë. Edhe në arenën ndërkombëtare. Qartë ta dëgjoj pak edhe Emilian nga pandemia. Dhe bëri një që e ndryshoi dhe këto agjencitë po sjellin një mënyrë, një frymë të re të tregut të punës. Agjencitë po i tregojnë këtyre grave dhe këtyre cunave dhe gocave të reja që nuk duan të punojnë që okay, rrini në shtëpi, hani fara ke lagja, sepse po vinë këto zonja dhe zotrin që po vinë nga Sri Lanka, nga Filipinet, nga Egjipti. Unë jam duke kërkuar dhe jam në kontratë me një kompani në Egjipt, të cilët janë kaq të A është kontingjent që rrin? Nuk e them me të përullur në kuptimin. Si ishte pyetja jote Emilian? A është kontingjent që rrin? Sepse ne kemi pasur raste që kanë ardhur dhe nga Bangladeshi. Bangladeshi ka qenë problematik. Jo vetëm, po dhe Nepali. Edhe Nepali ka qenë kontingjent që nuk kanë vënë, kanë pas trampolin për të ardhur në Shqipëri dhe në Europë. Por kjo është ne duhet të pranojmë rreth pra që ne kemi dhe mungesë. Do vinë këto me më pak biznesit apo shpull. Megjithatë ndaj kësaj pakënaqësie, po dua që t'ju ftoj edhe ju të dy. Kjo është një zgjidhje. Alma, po nga ana tjetër, domethënë ne themi që punonjëse sanitare mund të shkojë rroga edhe në 1000 euro, po ti në këtë 1000 euro ata e mban 24 orë në punë. A ka ditë pushimi? A ka ditë urdhro? Ditët e pushimit? Nuk është performuese, nëse ti e mban në orar të zgjatur, ajo nuk është më performuese në punën e saj. Por nuk e bëri një ditë pushim, nuk do japi rezultat. Do dali ai produkti final, nuk do dali në kushtet e duhura apo në atë që ne duam të ofrojmë në produktin final. Kështu që flasim për 8 orë dieta? Po. Unë e kam thënë gjithmonë tani për 8 orë, unë nuk më fal, për 8 orë punë, për 8 orë punë në ditë, me një ditë pushimi në javë, nuk vjen njëri me 1000-1100 euro? Jeta në Berat, nuk e di në zonën brigdetare. Për çdo orë, domethënë, neve që jemi në jug, që mos të gënjejmë dhe të bëjmë sikur ne punojmë 8 orë, jo asnjë nga punëtorët nuk punon 8 orë, sepse sezoni këtë e ka, dhe nëse do them unë që po, punëtorët e mi punojnë, jo nuk punojnë 8 orë. Të gjithë orari punës është 12 orë me 2 orë pushim në mes, orarin e pushimit e zgjidhin kur bie fluksi. 12 orë në punë. 12 orë në punë me 2 orë pushim në mes, në 2 orëshin e pushimit. Pra 6 dhe 6 po thua. 6 ose 8 edhe qartë si tjetë nevoja, qartë e kuptoj. 1-2 orë që kanë të gjithë pa përjashtim në mes, të andrekon, të pushojnë, bëjnë plazhe etj. Dhe bëhet që në fillim që rrogën do e kesh, do me thëmë për 10 orë, nuk do ta kesh për 10 orë punë edhe 12 orë në punë, dhe për çdo orë shtesë ose për çdo fluks, le themi ditë që janë shumë të ngarkuara, të gjithë shpërblehen. Okej, do me thënë nuk është mund të jesh një shembull i mirë, po ndoshta Berta mund të jesh një shembull i mirë. Atëherë unë do të ta them si është realiteti dhe kështu. Ky që po të them unë është realiteti i përgjithshëm. Po dhe ta dëgjoj edhe Emilianin, ta dëgjoj. Si tha Alberta, rritja artificiale e çmimeve, sidomos në jug ndodh. Ka ndodhur me kamarierët para 4-5 vitesh, me guzhinierët, me të gjithë. Në qoftë se punonte në Durrës, për shembull, një kamarier me rrogë 60-70.000 lekë, ka shkuar në jug për 3 muaj me rrogë 1.500 euro. Normalisht ai do shkoj. Fakti që ai kamarier nuk rikthehet përsëri në jug, pse nuk po rikthehet atëherë me një pasë? Por atë nuk është legalishme. Ka që janë unë kam 6 vjet që ta mund të jesh një shembull i mirë, po jo po kam plot të tjerë që kanë. Ti ke një emigrim masiv Rudina. Ty po të ikin të rinë çdo ditë shkon në Linas edhe mbaj sa të rinë ikin në Gjermani. Po pa, duhet të pranojmë që ka mungesë tregu. Ka mungesë, sepse ka shumë largime. Ka mungesë, të po thot Rudina pra. Nuk ka njerëz. Largim, po nëse do ishin këto paga të mira këtu në terren çdo ditë do ikte. Nuk paguajnë aq mirë bjeta. Kemi fuqim punëtore, s'kemi fuqim punëtore. Dalin në ekran, ikin atje japin pagën 1.000 euro dhe kur shkojnë atje pikërisht këto bizneset e turizmit ose industria, fasoneria, kur shkojnë atje ka kushtet e tjera, 12 orë punë, 14 orë punë, pas një ditë pushim. Doli njëri, bëra unë një kronik, lavazhier 1 milion lek. Thoshtaj, u dyndet njerëzit atje. Çfarë bënte ai? E mbante 2 turne pa pushuar fare. Po normale ti do kërkosh lavazhier, sepse ti nuk e trajton punëtorin si njëri, ka dhe jetën e tij. Jam shumë dakord. Pra, e kupton, unë nuk po them, ti mund të jesh një shembull shumë i mirë. E heqim jugun. Marrim pak Tiranën, qendrën e Tiranës, brenda Vjes Verdh. Në çdo biznes të çado lloj profili, që nga këto që bëjnë tenda, që nga marketi, që nga bari, që nga restoranti, në çdo vend kërkohen punëtor. Domethënë çdo biznes kërkon punëtor. Dhe unë jam e bindur në atë që them, sepse kam shumë vite në industri që nuk duan të punojnë. Dhe ato që shkojnë në Gjermani bëjnë shumë mirë që shkojnë, sepse unë po shikoj këtë vit që po kthehen shumë, dhe shumë mirë që po ikin, që
sepse mësojnë një mënyrë europiane të disiplinës së punës, që pra mirë, tani jam shumë dakord që domethënë punëdhënësi duhet kërkoj të gjithë rigor, domethënë me shumë rigorozitet duhet të kërkoj duhet ja përkthej. Po jo vetëm në pagesë. Jo vetëm në pagesë, në dinjitet punonjësi. Dinjitet absolutisht. Pra në ditën e pushimit që i takon, në ditë festa që do duhet paguen ose më shumë ose ti respektojnë. Ndërsa këtu njerëzit mund mbahen dhe nga e hëna në të diel në punë. Në sektorin e turizmit është e kuptueshme që mund të jetë e tillë, po cili është mekanizmi shpërblyes? Si funksionon kjo? Se tani më fal, ti mund thuash për rrogë shefi kuzhine 3.000, 5.000, 6.000 euro, po ne e dim që në Shqipëri nuk funksionon me orare. Ai shefi kuzhinës hyn mëngjes dhe del në Itali bjeta, shefi kuzhinës shkon orën 11. Jo, në Itali 3:07 ta mbyll ai restorantin. Dakor, pra dakor. Në plazh nuk ka pushim. Ai ta mbyll në qytet. Në plazh nuk ta mbyll. 3:07 po gjeten në Copicë. Se mbyllen edhe e kanë pushim. Sepse e kanë. Jo, po rregullohet shumë tregu, edhe i tregu punës në këtë sektor, në shumë sektore. Pse? Duke qenë se ka një kërkesë shumë të lartë pune, sot ne kemi problematik që ai nga sot nesër thot po iki, se e gjen vendin e punës diku tjetër. Dhe normalisht ai thot do iki për kushtet, për pagën, për ditën e pushimit, për orarin, për çdo gjë. Atëherë këtu futen në punë kontrata. Për çfarë po rikën? Te kontrata shteti punonjësin e mbron në qoftë se ti e heq. Jo, punëdhënësi nuk e mbron. Jo, bjeta, jo. Punëdhënësi bjeta është i pambrojtur. Punëtorët ty të lënë punën sot për nesër dhe ti si biznes je i pambrojtur, ndërsa ti nuk mund ta heqësh punëtorin sepse punëtorët tunë gjithë ne i kemi të siguruar dhe ti nuk e heq dot punëtorin nëse ti nuk e lajmëron dhe ta heqësh nga puna vetëm në ndonjë rast, në ndonjë vjedhje. Ndërsa ti mund të ngelesh një ditë, ndërsa ti ngelesh dhe mbron as kontrata, as ligji, as telefonin. Alma, ta dëgjoj pak dhe Almën, Majlinda dhe. Tani të florit folëm për pjesën e më tepër të turizmit bregdetar, edhe në fakt në pjesët e tjera. Po jo, se këto çmime për shembull, shefi i kuzhinës 3.000 deri në 5.000 euro nuk i kanë. Unë them që këto janë më shumë në jug, dhe janë për paga sezonale. Në jug, edhe në jug në disa vende. Edhe në jug në disa vende. Edhe jo kudo. Edhe sanitaren apo punonjësit e pastrimit nuk paguhen asnjëherë 1.100 euro, të themi atë që është, domethënë këto janë reale. Janë shumë reale. Janë shumë reale, më beso. Po flasim në përgjithësi. Unë po flas për pjesën. Ja ku ke dursin. Jugore. Me paga 1.100 euro ndodh vetëm në rastet që ka lagimet me njëhershme dhe nga paniku ofrojnë rroga që ndodh në korrik në gusht. Korrik në gusht ju vetë. O bjeta, duhen marrë masa, ti bën një parashikim, me këto agjensit të gjetjes së stafit, ne kështu e kemi zgjedhur tani, edhe kemi gjetur zgjidhjen, ofrojnë sanitare me një rrok 550 euro në muaj. Dollar. 500.000 lekë net. Me një pushimi në javë. Por aman duhet i sigurosh fjetjen, ato flen, edhe sigurisht edhe ushimin, që s'besoj për ai që ka restoran dhe hotel ta ketë problem. Ne jo sigurojmë të gjithë. Pra unë se kam problem, po kjo është si po funksionon tani. Atëherë ne sipas parashikimeve është një gjë shumë e mirë. Prandaj duhet të funksionojnë këto marrjet e punonjësve nga vendet e huaja, sepse unë them që unë nuk e marr jashtë sezonit, dhjetor, janar, shkurt, nuk marr, filloj marr ndoshta edhe mars. Filloj marr prill, maj, qershor, korrik, gusht, tetor. Qartë, në ato që është periudha më e ndaluar, ta themi. Dhe ata ashuri nuk është se duan të rinë edhe më gjatë. Pra kjo është një gjetje fantastike për mendimin tim. Tani problematika ka dhe ata ndonjëherë janë korrekt. Unë kam dëgjuar që edhe punë marsit nuk janë korrekt, do më fal, punëdhënësit nuk janë korrekt. Kam dëgjuar nga një punonjëse një agjencie më thoshte që e mori një fabrikë diku aty në Elbasan këto punonjëset dhe nga 550 je vetëm 200, është fabrikë e madhe, nuk u jep një ditë pushim, pra nuk janë korrekt. Si mund të ndodhë këto 200 se ne kemi një pak minimale. Ta kanë fjalën objeta. Nga këto variante që duhet të thesh mbrapsht ti bie. Po ka se ndodh që i mbajnë dhe pasaportat aty që nuk është legal. Si ka edhe staf punonjës që nuk janë korrekt. Por aman, me thënë të drejtën, edhe punonjësi nuk ikën kot nga puna, pra në qoftë se ne krijojmë kushte të përshtatshme dhe ofrojmë një pagesë të kënaqshme, sigurisht, sepse siç e tham, kam dëgjuar kanë ikur në Gjermani dhe po kthehen. Në fund të muajit ngel vetëm një 200 euro plus nga gjithë paga që nuk ja vlen baraqeran të lësh familjen, gruan, fëmijët në Shqipëri për 200 euro të jetosh në Gjermani, kam filluar të kthehen. Kjo është gjë e mirë, ky emigrimi sezonal që ka ndodhur. Kurse në turizmin e aventurës, eksperiencës.
ne gjithmonë trajnojmë guidat tona. Gjithmonë ne duhet të marrim masat që të kemi guida lokale të vendit. Por e dim gjithmonë që nga 10 guida, 5-6 ikin në sezon, se ashu u pëlqen pak vetja shqiptarëve kur zën pak lekë, duan të shikojnë ty në vështirësi. Përsëri unë e kam zgjidhur me guida internacionale, që të luten nga shtetet e tjera, Nepali, nga gjitha vendet ku bëhet rafting, ata aplikojnë dhe kështu po i zgjidhim të gjitha gjërat. Ne kemi zgjidhur ne me pilot. Sigurisht që nuk ka më mirë pilot të huaj. Më fal që të bësh fluturime dysheme dhe këta domethënë të huaj janë të gjithë që vinë me një pagë më të ulët se sa po paguaje një shqiptar. Jo, paga ke neve është, domethënë paga është njësoj se ne i kemi të kontraktuar, domethënë pilotët, por që janë pilotë të certifikuar që mund ta bëjnë këtë punë në çdo vend të botës dhe vinë dhe punojnë me klientë shqiptar që bëjnë fluturime dysheme me parashut. Në Nepal apo në Meksik një guid rafting paguhet më pak se sa i paguajmë ne në Shqipëri. Pra jo nuk është si kategori profesionistësh vinë me paga më të lira, ato guida vjen në Shqipëri, kanë dëshirë dhe seriozitet më të madh në punë. Ato kanë kulturën e punës po. Dhe edukatën e punës si punës e kanë shumë të lartë. Fantastike, kanë shumë të lartë. Okej, pra kjo është një zgjidhje mirë se në këtë pikë. I vetmi defekt që kanë ata bjeta është që nuk njohin kulturën e vendit. Pra nuk din gjuhën. Nuk jep dot turistit atë kënaqësi që merr nga një guid që një kanjonin, që një vjosën, që flet me dashuri për traditat. Ai nuk i di traditat tona. Ky është ai defekti që ne mundohemi ta kombinojmë shumë një guide huaj me dy shqiptar. Ose unë mbuloj atë pjesën që pra mundohemi të mbulojmë gjërat. Por që kjo është zgjidhja. Unë sugjeroj të gjithë mirë. Alma se në këtë pikë dua që të ndalemi, sepse dua që të bëjmë një analizë dhe të shohim se sa e drejtë është kjo zgjidhje që është detyruar, një zgjidhje emergjencë nëse do mund të themi, për cilën është detyruar biznesi pra të marrë një krah të lirë pune nga vendet e lindjes, po sa e drejtë është në raport me punonjësin vendas që kërkon më tepër. Mbas publicitetit në pjesën e dytë vijojmë me panelin.